këtu jemi tek vendi sipër lagjës tu, ku ka qenë gryrja e madhe, që unë e kam thënë një natë në orën para 2 nesh, një gjendje skandaloze ku ra dhe shtylla që bëmate rrjetin elektrik, 10 fshatra pa energji elektrike dhe gryrja e madhe aty. Apelit që bëm me atë rast, pikërisht për të sjellë dhe për të devijuar lumin, tani me sa duket mori fund kjo histori, ja kaq histori ka pas, meqense se dje dhe sot është kohë e mirë, edhe është një nga specialistët më të mirë të Bibaal, që janë duke punu në rrugën e Lurës. Kompani e Mirditës, Aleksandri me birin e Lidonin, që du t'i përgëzoj, dhe t'i përgëzojmë edhe në emër të Mirditës, sepse është fatmirësi të kesh njerëz të tillë përgjeshëm dhe me teknologji që duhet. Dhe tani është duke punu një nga specialistët më të mirë të atij, është duke punu atje. Ja shihni. Pra, gjithë kjo histori, nëse do ishte deviju lumi, do ishte deviju me kohë, nuk do ishte hyrë që të kishte bën këtë gurgulet që ka bën këtu. Dhe rrezikonte komplet lagjen që është lagja e komunitetit egjiptian, dhe pasaj që lidhet me lagjen që janë shtëpitë atje. Unë jam prapë këtu, jam me Marinin dhe do të bëjmë ca filmime me dron dhe du të them edhe disa fjalë duke e përshkruar, du të them edhe disa fjalë tjera që lidhet edhe me Nërfuzhin, edhe me fanin këtu. Dhe me ato që unë kam biseduar janë fjalë ekspertësh, nuk janë thjesht fjalë të mia, sa i përket sërish, siç e kam thënë edhe herë tjera në çdo kronikë që kam bërë këtu, problemi i rrujtjes së bimësisë, të pemëve që janë në brigjet të këtij lumi, që janë varrejtë e dikurshëm, pra, që ka pas në çdo vend, siç është zmeja. Edhe zmeja të njëjtin problem ka pas, se mund t'i hynte gjithë pjesës poshtë qytetit, nëse do ishin prerë ato varrejt. Dhe për fatin e keq, gati 1 hektar tokë këtu, po t'i vëmë regi tokë shumë e mirë, vërtet nuk është punuar, po dikur do punohet ajo. Mund afër rrëshenit dhe është fatkeqësi që t'hiqje për çfarë? Për mos kujdes, absolutisht për mos kujdes, dhe për prerje të pemëve. Atëherë të ndjekim pasaj dhe pamjen në Ja, kjo është lagja e komunitetit egjiptian. Edhe shiko, disa kam dëgjuar në një mendim kështu, që nuk është mirë konotacionet negative, por në fundit ne du t'i falënderojmë që ekzistojnë dhe që janë këtu, edhe du t'ishim me kushte më të mira, po kanë fëmijë dhe kanë fëmijë shumë, që janë në shkollë, që bëjnë jetën e përditshme ndryshën, kanë bërë punë më të vështira, natën sidomos, e kanë mbajtur qytetin, e mbaj mend që para 90-s, jo më tani, bashkëqytetar me ne, edhe du i falenderojmë se janë vendet mësuesisë që mahen me punë, me vende pune, po ashtu institucione të tjera, qerdhe, kopshte të tjera me radhë, po më të ketë fëmijë, atëherë nuk e di se nga do vinë, nga Afganistani. Prandaj ti falenderojmë. Edhe prandaj kam thënë që kjo duhet mbrojtë kjo lagje. Pra, mbrojtja e këtij vendi tu ka edhe aspektin e forcë social. Ndërkohë tani du të them disa fjalë që lidhet pikrisht me gryrjet. Po ta shohim këtë ambient tani, që do vi edhe përmes pamjeve që do vim nga lart, që do i bëj Marini, po punon Marini. Ja se du ta falenderoj pak Marinin, ja ku është Marini. Filmime me dron. Që t'i shihni pasaj dhe pa koment. Tani ja të shkojmë atje ku është duke punu ekskavatori i kompanisë Bibaal. Ja. Edhe po thuj se e devijoj ky, ja. Ja ka shpun, ja. Interesant më, sot e ka fillu mëngjes ky, ja. E a di kush është ai? Është Ozai, që e kam gjetë rruga e Lurës në frontin më të vështirë dhe ky ka punu në rrugën e kombit. Unë habitash e si vetëm aeroplan me më ngjit atje në 10 brezare, pra është një specialist i jashtëzakonshëm. Ja, kaq po unë u dasht. Por që ta theksoj, shini aty ku po punon tani ky, lumi ka shku ka godit në radhë parë herë, lumi duhet kishte gryer këtë pjesën, mirë, po pse se ka gryer atë pjesën aty? Ja, pse se ka gryer këtë pjesën këtu? Pra goditja parë ballore që i ka dhënë lumi pas kalimit
të fanit vogël këtej, jo ma për mes tunelit që qënë në pëshesh, a jenë energji, a jenë ka përgjësi, a jenë për... Se a jeni mund të kështë e bo këtë punë. Edhe i herë, pra lumi është për plas aty. Ja, mua aty ku kemi pamjet. Dhe bimësia, pemët e shumëta nuk e kanë lënë. Këtu tani ka ardhe ka hy dal nga dalë, sa një qarë do në lumi. Tu nuk ka pas pemë se i kanë pre, edhe shikoni se shka bo tani, ja. Ja si i ka hy aty, ja. Gjithë kjo gryrje, se gjithë kjo nuk ka pas pemë. Pasaj po të vem re, pak më poshtë, vem re atje poshtë prap, ka gryrje që ma do meja do i hy edhe asaj zonë atje, ndërkohë që mbrohen pompat, mbrojtja parë i vjen nga bimësia. Edhe nërfushazi, shitani se ka një problem. Duke devijuar lumin, që do shumë kujdes, kur bat projektit tërësor, edhe atje, ka vend ku ka pemë dhe nuk ka problem, askund, ja. Shifje këtu. Nërsa atje duket një vend kë ato makinat që janë aty, makinat, varrez makinash, që kur përplasat atje mund të hyjë edhe të gryje, e gjithë kjo pjesa këtu është e sigurt. Thjesht nga pemët, pra nuk ruhen gjërat me beton dhe nuk mund të devijohen kapriqet e lumejve dhe të projve, thjesht me beton. Bimësia është shumë ma e fortë dhe shumë ma e fryshme se sa betoni. E do ta mbyll këtu duke falënderuar Biba Al edhe Ozajn, që po ba punë fantastike Ozaj.